A e ftuan shkurtën në Big Brother VIP Albania. Deklarata live që tronditi studion dhe mesazhi i drejt për produksionin. Eliminimi mbrëmshëm i Shkurte Haxhiut nga Big Brother VIP Kosova pritet të mbetet gjatë në kujtesën e publikut. Jo për strategjinë apo lojën e saj brenda shtëpisë, por për daljen e paprecedent dhe kaotike që ndezi studion e Primej. Ish banorja u shfaq dukshëm e revoltuar, me emocione të forta dhe tone të ashpra, duke hedhur akuza të rënda ndaj produksionit. Sipas Shkurtes, asaj nuk ishte dhënë hapësira e merituar dhe ndaj saj ishte bërë një padrejtësi e madhe, që sipas fjalëve të saj, kishte ndikuar drejt për drejt në rrjedhën e lojës dhe perceptimin e publikut. Por mes tymit të zemërimit, akuzave dhe debatit të tensionuar në studio, Shkurta bëri një lëvizje që askush nuk e priste. Ndoshta as vetë drejtuesit e spektaklit. Ajo deklaroi live në Prime, pas një hezitim, se dëshira e saj më e madhe është të bëhet pjesë e Big Brother VIP Albania. Kjo deklaratë u interpretua nga shumë kush si një aplikim publik dhe i drejt për formatin shqiptar, duke ngritur me njëherë pikpyetjen: a do taftoj produksioni i BBV Shkurte Haxhiun? Për të shuar çdo dyshim, Shkurta e konfirmoi këtë qëndrim edhe pas spektaklit, përmes një bashkëbisedimi me ndjekësit në Instagram. E pyetur nëse ishte kontaktuar nga Big Brother VIP Albania, ajo u përgjigj shkurt, por qartë: jo, s'm kanë thirrë. Shpresoj të më thërasin. Me sa duket, vullneti nga ana e Shkurtes është i plot dhe i hapur, por deri më tani nuk ka asnjë lëvizje konkrete nga produksioni shqiptar. Megjithatë, deklarata e saj publike ka ndezur rrjetin dhe ka hapur një debat të gjerë. A do t'i jap Big Brother VIP Albania një shans një figure kaq polemike dhe të zëshme? Mbetet për t'u parë nëse kjo dalje e bujshme do të shndërrohet në një bilet hyrëse për shtëpinë më të famshme në Shqipëri. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.